mund ju kuptoj. Po, edhe nga kontakti që keni me rrjetin tuaj në Europë, po këtë mendim kanë? Sigurisht edhe madje sot kam patur kontakt me 3-4 nga këta aktivistë dhe më kanë thënë Tiku të falenderojmë për atë mendim që na ke dhënë për Genti Prognin dhe jemi bërë pishman, madje disa nga këta kanë hequr dhe postimet në momentin që kanë kontaktuar, kanë thënë po i keni Terezi apo s'ini Terezi. Se kishte marrë, shikoj tani videon, atë videon që ka postuar zonja në fjalë që përmenda më përpara për Tauland Ballën, katër veta dhe i pesti kam qenë unë që më është dërguar që në orën 7 të mëngjesit videoja të ditës së nesërme dhe se ka patur kërkush. Më lejo ta them edhe këtë që ka nga ata që kanë edhe një mendim, një vlerësim pozitiv për Gentin apo për një tjetër, pra secili mendimet janë të ndryshme në këtë. Dakor, shiko, unë nuk mund t'i mbush mendjen në fund të fundit, nuk është se unë po dua ta mbroj Gentin apo Jo, absolutisht. Po e bëjmë bisedë. Në fund është fundi që do ta tregoj nëse keni ju të drejtë me parashikimin tuaj apo ka para tjetër në këtë rrugë që ka nisur. Shiko, puna mori ose si them unë, ai kjo punë ose peshku bjerë nga koka. Këtë më thuaj tani, Fera kur e mori uratën? Kur? Bra, Fera e mori uratën që nga drejtimi drejt aeroportit, që aty u duk që ky njeri kishte tjera ambicje. Madje ky Olsi Jasengjiu, si ka emrin, se nuk e njeh emrin. Po. Olsi. Unë nuk kam në konsiderat për të dhe s'kam patur në konsiderat, unë mund t'ja them edhe këtu emrin publikisht që është një sorr komplet. Por Po, s'ka rëndësi, unë e mbaj përgjegjësi për fjalët e mia, por ditë them ka gjë që ai ka bërë një shkrim, unë nuk kam në konsiderat për atë njeri fare, por kishte bërë shkrim dhe kam lexuar dhe e kishte qartë për Genti Prognin dhe për situatën që nga fillimi i protestës dhe kishte thënë shumë bukur dhe ishte sikur t'i kisha thënë unë që shkruaj këto që po të them unë. I kishte shkruar të gjitha që nga dita e 4 dhe këte protesta nuk është me protesta e popullit, është protesta e njerëzve të indoktrinuar aty brenda në atë protestë, që si nga Genti Progni është shumë e rrallë, madje aty është bërë, do të them edhe diçka tjetër, po të shikosh dhe Shpend Gashi është bërë zëdhënës si Sali Berisha në atë protestë. Dhe nuk është me Shpend Gashi aty për të dhënë mendime tjera. Është zëdhënës si Sali Berisha në atë protestë. Është shumë e thjeshtë. Unë besoj Shpend Gashi fotografinë e tij nuk e ka në mur, fotografinë e Sali Berisha mund ta ketë në çdo sfaqje muri. Tani, nuk mund dali dot një njeri i tillë dhe të thotë ty që ne do bëjmë Shqipërinë, neve këtu e një atje. Tani, ai mund t'i tregoj në njëri që nuk e njeh thellë, ai nuk më njeh mua, unë e njoh shumë mirë. Pa aty ka që adhurojnë Berishën, Ramën, Metën, Qorrin, Lapajn, Shabani tani e kemi avokat, po ka fjalën që në çeshi ka përmbledhur të gjitha. Sigur, aty aty është bërë mix. Nuk dim këtë heqim parë dhe këtë lem aty. Aty gjen, unë dua që t'ju postoj, unë kam video të cilat tregojnë deputet që rrin afër aty mikrofonit, deputet njerëz. Dhe këta bëjnë sikur deputet Partisë Demokratike, deputet njerëz të këtyre të Partisë Socialiste shkojnë për qef e njerëzit. Ore, aty brenda nuk është me protesta e popullit, aty ka njerëz të indoktrinuar të partive që kanë rojtur pushtetin për to 35 vjet. Dhe këta ju thoni e kapën me pak fjalë. Protesta është kapur që në ditën e 4 dhe këtë Selvis Topi. E kam thënë dhe do ta them. Në ditën e 4 protesta ishte popullore dhe rrugët ishin plot dhe rrugës kur ecnin njerëzit të falenderonin, thoshin shqyr që ndolin dikush që të ngrejë këtë popull. Dhe tani këta e kanë përveçsuar, madje disa eksponentë, unë nuk do t'i përmend sepse nuk janë as emra se i thonë një fjalë karamele, mbajnë në gojë këta njerëz, se kanë edhe të rëndësishëm se kush janë, tek mund të fare që rrinë aty te protestat, disa e bëjnë me ditë, disa rrinë një ditë tjetër rrinë disa të tjerë, ka bërë me radhat mikrofone aty. Dhe tani e pan që po u bie vlera, dhe çfarë bëjnë? Hajdeni edhe nga rruga, hajde fol. Tani po e kanë bërë protestën, flasin për ndarjet, flasin për dasma, flasin për gostira, e kthyen edhe në vakiat, gjitha bashkë. Domethënë është kthyer një tallje komplet. Domethënë nuk flasim më se çfarë halle ka populli. Tani flasim se la gruaja burrin, sa bla burri gruan, e vajti të martua, e kështu me radhë poezira, a thotë se kemi dëgjuar poezitë e të Fanolit, e të çdo kujt gjitha.
Aty është bërë Big Brother tani, nuk është me protestë. Nëse keni edhe diçka tjetër për të thënë për atë nga kontaktet që keni me ata që janë në protestë në Tiranë, përpara se të kaloj tek pyetja e fundit. Të vetmi kontakt që kam është Tauland Muka dhe e falenderoj që e njoh dhe është një djalë ekselent, është një djalë madje ka qenë zëvendës ministri i arsimit për pak kohë dhe ka bërë dorëheqjen, është larguar dhe është një djalë ekselent i cili ka provuar dhe ai të njëjtën gjë që kam provuar dhe unë në atë foltore, si të quajtur tani më, se tani unë po e quaj foltore, atë nuk e quaj më kreu i protestës. Është foltoria aty. Foltore bënde Berisha tani. Po, këta kanë bërë më të madhe për foltore Berisha, këta kanë kaluar Berishën, këta e kanë qanitur, këta janë bërë me ekspert tani. Po ky fati kuvendit si do shkoj tani, se do kemi kuvend me 300 Ky fati kuvendit ka aty me ndjen dritur sa duash, madje kanë edhe atë Elidior Kullurin, kryelarti ose kryendrituri si e quajnë atij ata, që kur e dëgjova në një intervistë duket në rrjetet sociale, më kujtonte Gazmir Brakën, Gaxhajin, kur fliste. Sikur dëgjonje atë Gaxhajin dhe Elidior Kullurin, po thosë se ishin të njëjta, gjithasht ndryshonin. Tigo, çdo mendim është për të respektuar. Ai ashtu mendon, tani do mendos. Unë do respektoj atë që mbron të drejtën e popullit tim dhe jo atë që do të përfitoj dhe të mashtroj mbi të drejtën e popullit tim. Pra kuvendi nuk zgjidh gjë. Çka kuvendi tani? Ai ta quajmë kuvend, ai tu bëjmë qefin atyre, pa për mua ai kuvend është kuvend. E fundit që kam Tiku është si do vazhdoj tani në Europë, si ma thatë pak më lart, por organizimet aty do vazhdojnë në çdo qytet të ndryshme duke Madje ka shumë njerëz këtu ose aktivistë këtu në Europë që kanë dhe kontakte me disa persona që janë aty në protestë. Por nga kontaktet e mia që kam, më kanë përmendur një dhe nuk do ta përmend se vetë godet si keq, dhe më ka thënë që e kam mike dhe tash ti mund ta kesh mike dhe të rroj, unë e kam njohur nga afër aty në protestë, po nga momenti që është implikuar dhe i ka dalë krah disa eksponentëve që nuk ka as tru për ta çuar më tej këtë gjë dhe as nivel për ta çuar në nivelet e duhura një protestë popullore, që të udhëheq një protestë popullore dhe që të thuash që është revolucion dhe do bëjmë Shqipërinë e re, e çfarë nuk kanë nxjerr është neveri, po të them neveri, dhe unë nuk i besoj me atje asnjërit nga ata që janë në krye të asaj proteste. Dhe mund të thonë çfarë të duan, se ti je kundra protestës, ti je tradhtar, ti je kështu, e çfarë nuk mund të thonë. Unë të them ka gjë. Unë do ta përmend edhe këtu, është një djalë nga Veriu, quhet Zef Nika. Me atë kam qenë në fillim të kësaj proteste dhe unë do ta përkrah atë djalë sepse mbas ai mund të ketë ambicie, shikoj, unë po e them publikisht, për të fshehur atë mbrapa në thonjza se mos ai ka një diçka në mendjen e tij. Por unë do ta përkrah, sepse është një djalë me zemër dhe një djalë i sinqert. Nëse ai ka diçka djallëzore brenda vetes tija për të përfituar nga kjo vurpull, turpi le të mbetet kush di të bëj turp. Kështu që unë do ta përkrah, sepse ka qenë një nga të parët, i dyti kam shkuar unë atë protestë dhe janë me radhë, gjithë me radhë, Bleti Çakalli, Orest Berberi edhe një djalë tjetër. Këta do t'i përkrah dhe do vazhdoj. Dhe do bëj të pamundurën që këtu të organizoj djem dhe vajza, burra dhe gra, me zemër që duan Shqipërinë dhe jo që duan të përfitojnë nga Shqipëri për të mashtruar shqiptarët. Tiku, unë falenderoj shumë për bisedën. Kënaqësi miku im dhe që besoj nga publiku do perceptohet si e tillë, pastaj koha do t'rregojë se kush ka të drejtë dhe ajo që u tha pak më lart edhe parashikimi që bën për në shtator në vazhdim. Megjithatë, nëse ju do jeni në Tiranë, besoj do ma thoni në bisedat e tjera, po që se kthyehet mendje për t'ju bashkuar protestës prapë. Kënaqësi, unë do jem në Tiranë dhe do jem shpejt, madje do të zgjedhin antarët. Do të kujtoj edhe diçka. Po ju zgjodhen antarët kuvendit, keni përgjegjësi pastaj. Nuk e di se çfarë do të ndodhi. Por di të them që niset të më thoni diçka pak më parë, ndjes se ju ndërpreva. Po, unë di të them diçka që unë jam pro të mirës të vendit tim dhe duke mos kërkuar asnjë post dhe asnjë privilegj nga ajo protestë.
dhe nga i vend. Dua të them vetëm diçka. Nëse do kisha një ditë në dorë për atë vend, do t'ja them dhe ta din këtu publikisht. Në dorë në atë vend një ditë gjithë shqiptarët do t'i bëja që të harronin se kush ka qenë Gjergj Kastriot Skënderbeu. Ka gjë do bëja për vendin tim. Dhe kështu ta bëja me shpirt. Tiku të falenderoj shumë. Kënaqësi. Jos për kohën edhe mendimet që ju ndat me publikun ton, ju kam shkëputur edhe nga puna dhe angazhimet tuaja. Faleminderit shumë. Ishte kënaqësi.